kanë zi dhe janë pjek ashtu speciale për menimin tim dhe lydhe me qap. Të dashur ndjekës, është një recetë shumë e thjeshtë për gjithë moshat dhe për të rejat janë në punë. Vaj duhet jetë në nxehtë, rreth 2 filxhan vaj gjelle, e provoj vetëm me 1. Po filloj me zi, atëherë është tamam. Nuk do t'i hudhim, unë do t'i ndaj në 2 pjesë. Ja, po hudh 1 sira, roj pak me kapak, që ta zbusi avulli. Ashtu i largoj. Vatrën, mbaruan dhe patatet, ju thash sa për t'i dhoni faqe. Edhe vazhdojnë në furrë. To do bëhen fillim me pak lang. Do t'i hudh krypën që nuk i hodha. Jo shumë, po pak patatja do në vetë, se me zi e merë krypën. Do t'i lejmë hapësirën që do vejmë qoftet, po në fillimisht do t'vejmë vetëm patatet në furrë, sa të përgatisim qoftet. Edhe 1 lugë çaj me spec të kuq, ja. 1 lugë çaj, që t'i dha japi shije. Tashti do t'i hudh 1 gotë me lang, kam përgatit. Në ujin e nxehtë do hidhni 1 knor, pula, viçja, çfarë do që t'keni, për të kriju një masë langu, se do zinë dhe qoftet. Qoftet do t'i fusim direkt të pas dhe ja hudh. Unë tavën do t'a lej të mori një faqe me 180 gradë në furrë të para përgatit me pak. Këtu kam marrë një qep mesatare, kam ngri me rende nga ana e ashpër e rendes dhe këtu 400 gram mish viçi. E vendosmi këtë, jo urdha, nuk do urdha kjo lloj recete, se prish shijen. 2 lugë vaj, jo më shumë, edhe gjysmë filxhani me galetë. Ja. Ose 1 filxhan çaj. Galetën do ta përzim pak me ujë, që të bëhet si brumë. Ja. Jo me bukë bajate, po do bukë të blume. Kështu është lloji i recetës. Do i hudh krypën. Do i hudh pak spec të kuq pikant me fara. Edhe piperin e zi patjetër. Nuk pranon energjik as hudha, vetëm rigon. Tash i do hedhim qullin që e përgatita me ujë, galetën me i fjalë, që i jep shumë shije, jo kaçkava, po djathi i bardhë. Me sy, pak rigon, ja, 1 lugë çaj me rigon. Kjo ishin të gjithë përbërësit. Tashti do t'i punoj mirë, të bashkohen gjithë përbërësit. Tashti do t'i lejmë një 20 minuta, gjysmore, sa të marinohen. I mbledh dhe një qese, që të mos i dalin aroma, dhe brumi të zbutet më mirë. Ka mori letër furri, do t'a lak pak me vaj. Nuk do na shkoj kot kjo, se do e vendosim prapë edhe mbi tavë, kështu që le të ketë pak më shumë. Lehen kështu siç janë. Edhe do bëhen pak të sheshta. Jo të ngrejtme, po të sheshta. Do t'a vendos këtu një.
Ju thash që duen t'jenë të sheshta. Një luk gjelle afërsisht, ja. Jo me moj, që të bëhen shumë të mdoja. Ja, patatet kanë mori faqe, por nuk janë pjek se është dominon speci i kuq dhe nuk janë të pjekme, po unë do t'i rrotulloj pak, morin dhe i faqe nga ana tjetër, që do t'i vendos qoftet. Është i vendos qoftet, ju thash që duhet jetë langu i nxehtë, që të zinë pak në lang qoftet. Do t'i kaloj dhe pak lang, që të zinë qoftet. E futa ke shplava fterën, që të marinohej më mirë. Tashti kam një 2 degat vogla, rigoni, jo të teprume, se i kam fut dhe qofteve dhe do t'i vendos kështu, për aromë për patatet. I jep shumë shije, është akoma më e mirë, në fund këto, i heq, i largon, edhe aromën e ka marrë. Ashtu do t'i vej letrën që pregatita qoftet. Do t'i lej me 200 gradë tashi, po që të zbutet pak patatja, do pa tjetër, pak letër, rekore, do t'i lejmë kështu, mullume, në furrë. Largoj njerë letrën e furrës dhe qofte do t'i rrotullojmë nga ana tjetër, që dëbohen dhe nga kjo anë. Edhe zbuten dhe zi pak mishi, edhe qepa, bojnë më të shishme, se është tavë si me langë. Tashti e fus prap në furrë, edhe një 10 minuta, sa të zbutet mirë patatja, edhe ashtu të mullume, do e lej. Edhe tavën e hoqa në furra, është bë shumë e mirë, patatet janë bë si që duhet, të buta, edhe qoftja gjithashtu, nga bëf mirë dhe ne. Besoj se ju kam knaq me këtë tavë.